mbështetur nga shoqëria dhe shoqëria po i pret të rikthehen. Boll shikosh programin e shërbimeve të veçanta shëndetësore për gratë për të kuptuar se sa e rëndësishme është. Se sa e rëndësishme është gjithë kjo që kemi bërë. Nuk është kur shikon shifrat në pamje të parë janë shumë të bukura, por po të shohësh se çfarë implikimesh kanë pastaj gjithë ato shifra, është vërtet diçka historike ajo që kemi bërë. Programet e vaksinimit, programet e depistimit, shërbimeve të kujdesit para dhe pas lindjes, programet e fertilizimit in vitro, si dhe programet e mbështetjes për gjitha ato nëna dhe ato vajza që përballen me kancerin e gjirit dhe qafës mitrës, janë programe të cilat na kanë krijuar bindjen në dobishmërinë e tyre, sepse kemi ndryshuar jetën e shumë njerëzve, e shumë grave dhe të shumë vajzave. Tani, çfarë mund të thuash se është vërtet për të vënë duart në kokë, po e mira jonë është që këta nuk i kemi përballë, i kemi shumë mbrapa. Kështu që ne nuk kemi pse humbasim shumë kohë, ndalojmë të kthehemi mbrapa dhe t'ju themi ej, po shiko se kjo s'është kështu. Sepse përpara ne kemi vetëm sfidat tona dhe kemi horizontin e Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Por kur flasim, ndërkohë që nuk jo rindërtuan, por nuk normalizuan një maternitet të vetëm, nuk kishte Shqipëria një maternitet ku mos të vinte zor dhe mos të vinte edhe për të vjell nga stresi kur duhet ka përzeje pragun dhe ku lavdi Zotit kishte dhe ka mjek dhe mami heronj dhe heroina, se unë nuk e di se ku e gjenë kurajon. Ndërkohë që sot ne kemi 6 maternitete tërësisht europiane dhe së shpejti do hapim dyert e një vepre të re në maternitetin tradicional të vjetër historik Mbretëresha Geraldine, që është vërtet